sjelljen tonë politike. Ndërkohë që ajo që vjet me keqardhje edhe në këtë raportim vjetor, edhe vjetën e kaluar, edhe para një viti, ju keni të njëjtën sjellje, e njëjta sjellje. Edhe kur ishin këto, edhe kur ishte kjo drejtësia që flasim sot. Pra drejtësia është e keqe përse ka një çështje në ngarkim të kryetarit tuaj, apo të dikujt tjetër, apo i dikujt tjetër. Drejtësia është drejtësia. E kemi pranuar kështu, duhet ta pranojmë. Edhe kur ishte drejtësia vjetër, mbani ç'bënit se u them shpesh se ajo ishte domethënë epokale. Nuk është ashtu ja, zoti Mziu kishte një çështje me drejtësinë, nëse mbani mend, edhe shkonte gjithë partia tek aty ku ishte zoti Mziu. Ç'lidhje ka kjo? Ndërkohë që ajo drejtësia për cilën flas ishte komplet e emëruar nga ju në atë kohë, nuk ishte e emëruar nga ne. Prandaj çka ke zoti Kliçi? Ashtë. E fundit që kam se të pash në një fotografi zoti Kliçi që ishte bashkë me dikë tjetër. Ore, pse mbani fshehur këtë kandidatin? Pse takoni natën me këtë kandidatën e bashkisë? Takoni më ditën, ju vjen kandidati natën nga partia se ka frikë të shfaqet kandidati me ju. Takojeni më kandidatin, dilni bashkë me kandidatin që është kjo punë. Ka frikë kandidati, kujton kandidati se është në një rol të Portokallis, edhe i kanë thënë mos dil me regjizorin. Po pse, si kujtoni ju? Ka në i buf në Tiranë që nuk e di që regjizori kandidatit është Saliu. Së nuk e dini ju që ato që thot Flori i Portokallis ja thot Saliu në dargët. Po dil, po mirë, kaq turp ju ka zënë që ju thot kandidati Haman nuk du të dalë me ju se nuk voton njeri. Po si ka mundësi të përfundoj Partia Demokratike në pikën që kandidati i Partisë Demokratike për zgjedhjet Bashki Tiranë ka turp dali me udhëheqësat e partisë. Para 2 ditësh për Tiranën, me sa duket i paska dhënë efektet që u bë temë diskutimi, kandidati i shkëlqyer cilin ka vendosur të mbështesë gjithë opozita e bashkuar, Florian Binajn, që jam i bindur që deri ditën kur do të vendosni a do të ketë votime, a do të ketë zgjedhje apo jo në Tiranë, se e keni të lidhur në mënyrë të pashmangshme fatin e zgjedhjeve me ditën e nesërme në vendimin e gjykatës kushtetuese. Jam i bindur që dhe një pjesë e mirë e grupit Partisë Socialiste do votojnë për Florian Binajn. Për shkak të asaj që ju bë dhe zoti Braçe kam përshtypjen ti do jesh nga ata votuesit e heshtur, se je edhe një njeri që të shqetësojnë problemet e Tiranës, edhe të shohë që bën opozitë në Tiranë pas asaj tragjedie dhe katrahure në cilën e la Tiranën banori më i fundit i burgut Durrësit, i cili me që u përmend këtu shantazhi ndaj organeve drejtësisë, i cili ndërkohë që qëndronte brenda në ambientet e GKK-s, me urdhër të tij dhe të kryeministrit, u rrethua si asnjëherë më parë në datë 12 shkurt të këtij viti, ambientet e gjykatës speciale, u kërcënuan prokurorët nga punonjësit e Bashkisë Tiranë, i kërkojnë ndihmë prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme, Gardës së Republikës dhe Policisë Shtetit dhe nuk morën asnjëherë përgjigje, dhe ju që flisni për intimidimin e organeve drejtësisë, keni dhënë shembullin tuaj vetëm në datë 12 shkurt të viti, në një ngjarje të paprecedent, po e them edhe një herë, kërcënimi dhe shantazhi. Pastaj, sa për reformën drejtësi, simboli juaj i reformës është Irena Gjoka Shpata Maneku, një delinkuente e dënuar në Greqi, e di i madh dhe i vogël këtë histori, por pas disa... Po, faleminderit, po.